ju njoftoj se deri në këto momente gjykata themelore në Prizren ka pranuar 4 kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit ndaj 11 personave. Në ora 2 është saktuar një seancë dëgjimore, në ora 3 është saktuar seanca e radhës dhe jemi ende në pritje të pranimit të kërkesave nga Prokuria Themelore në Prizren. Ju njoftoj se gjykata ka formuar një grup punues, janë saktuar 4 gjyqtar kujdestar, cilët janë në orë të kujdestarisë për të pranuar kërkesat për caktim të masave të sigurisë, bashkëpunëtor profesional dhe staf administrativ mbështetës, cilë do të jenë gjatë ditës së nesër në kohë të kujdestarisë për pranimin e kërkesave, trajtimin e tyre brenda afatit kohor. Gjithë përfaqësues ligjor të pandehurve janë duke njoftuar nga gjykata për kohën e mbajtjes së seancave me kohë dhe deri më tash nuk kemi shfaqur ndonjë pengesë procedurale për mbarvajtjen e seancave dëgjimore. Do të mbahet vetëm një seancë apo 4 seanca në të njëjtën? Jo, ju njoftova që janë 4 gjyqtarë që janë duke në orë të kujdestarisë, në ora 2 është saktuar një seancë, në ora 3 është saktuar seanca tjetër, varësisht për kërkesave që i përcjell Prokuria në Prizren. Për kërkesat në momentin kur pranohen, saktohet gjyqtari kujdestar për trajtuar rastin, njoftohen përfaqësuesit, palët, përfaqësues ligjor dhe qenrat e shërbimit korrektues përcjell palët në kohë caktuar. Deri më tash që njoftova, pra janë 4 kërkesa për 11 persona për caktimin e masës së sigurisë. Faleminderit. Sot gjatë ditës gjykata themelore ka pranuar disa kërkesa, marrë në total janë 23 persona për cilët është kërkuar seanca për cilët është kërkuar masa e paraburgimit, pra 21 të pandehur në cilësinë e komisionerit të dyshuar për veprën penale falsifikimi e rezultateve të votimit, një të pandehur komisionere për 2 vepra penale falsifikimi e rezultateve të votimit dhe marrja e rishfetit, dhe për një të pandehur në cilësinë e vëzhguesit për 2 vepra penale kanosja dhe dhënia e rishfetit. Pra në total 23 persona të ndarë në disa kërkesa. 2 seanca dëgjimore janë caktuar dhe janë mbajtur dhe 2 të tjera pritet të mbahen tash dhe në orët në vazhdim. Gjykata brenda afatit gjithashtu deri besojmë në fund të ditës deri në përfundim të afatit do t'i përpilojnë edhe vendimet të referuar kërkesave të Prokurisë Themelore në Prizren. Ka përfunduar seanca e parë që ka filluar në orën 14? Po, një seancë me 3 persona ka përfunduar, tash është në vazhdim një seancë tjetër me 8 persona dhe 2 seanca të tjera janë caktuar të mbahen. Njëra është gjithashtu me 3 persona dhe një seancë me 9 të pandehur. Po, në person që veç është liruar për me shku, tash është apo pritet ende në vendim? Për personat që kanë qenë në seancë dëgjimor dhe për ata që pritet të mbahen, ata do të mbahen në qendër ndalimin deri në marrjen e një vendimi gjyqësor, ndërsa për te këtij numri 23 nuk kemi pranuar ende ndonjë kërkesë për caktim të masës sigurisë dhe ata do të respektojnë afatet ligjore për ndalimin 4 tetosh. Ka pas disa shqetësime, ajri nxehtë, një asistencë të vogël, po jo diçka ndonjë shqetësim serioz. Aty ku pat nevojë është ndërpres seanca pasi palët kanë japë aprovimin që mund me vazhdu, atëherë ka vazhduar edhe seanca. Gjithë procesi seanca dëgjimore përfundojnë sot apo edhe ditëve vazhdim? Patjetër, sot përfundojnë 2 seancë, thash një seancë tashmë ka përfunduar, e dyta është gati në përfundim, 2 të tjera janë caktuar të mbahen tash dhe ato do të përfundojnë brenda ditës së sotme.